mund të flasun në qënë se hyra me 20 minuta vonesë, avokati nuk ka pse të irritohet kundrejt meje. Se ka me ju, nuk e ka me ju, ju thonë që doni. Se ka me ju, o zotri, vazhdo thoni që doni. Prandaj kemi... Shiko, unë në studio nuk vi të debatoj për me emra, unë vi në studio flasë për parime, kaq, baron film, unë s'flas me emra, s'kam as emra, s'bëj emra unë në studio. E kam natyrën time, unë jam aristokrat në natyra në rasa. Nëse një politike që e ka vjedhur këtë popull 34 vite dhe e ka plasur shpirtin nuk është kandidat Arditi. Po populizëm o Ardit. Unë e di si e kandidat, po është populizëm pra, nuk është drejtësi, unë jam avokat, do ta mbroj këtë tezë, se ju flisi për populizëm. Nuk kjo është populizëm, kjo është populizëm, po pra. Qëndrimi jo është politik. Unë thash këtë, një person i cili arrestohet në shtator, si Ilir Meta, do ishte mirë që të ishin kopsitur provat. Po pse arrestuan? Shiko që erdhe te unë që është drejtësia inkuizitore pra. Erdhe te kumbra, te debati im që po them pra. Unë po them të që o dënoje dhe mbaje brënda, ose leje të lirë, të po them. Po pse do të arrestoje? Atë po them në unë pra. Po flasim një të një pra. Po pra. Dhe thuaj këtu, po, ti je nga ata që thua le zgjasë gjyq 20 vjet. Unë dua gjyqi special o zotri në të raste. Ore, shiko. Dëgjo, o Ardit. Dëgjo, kemi patur 3 herë gjykata speciale në këtë vend. 3 herë kemi patur gjykata speciale, kemi dështuar me të 3 raste, kemi bër 3 herë gjykata speciale. Bëri Fanoli e mbani më 24-ën, bëri Enver Hoxha në 45-ën, bëri dhe tani George Soros i Medi Ramën në 2015-ën. Tani, në qoftë ju të 3 këto raste, të 3 raste ju duken një koincidencë, mua nuk janë, për mua janë të mirë kalkuluara, për mua janë për të bërë inkuizicion, sepse kjo drejtësi sot, nëse juve ju duket si popull, ju duket drejtësi, për mua si avokat që ndeshem çdo ditë, për mua është inkuizitore. Kjo është ajo që dua të them. Po pra. Tani edhe mua, tash unë anoj ke 75% që i popullit që mendoj kështu. Po jo, nuk se unë sepse mendon, nuk thash që mendon. Ti je 25% që Arditin, ti je 25% që mbron që mbron gjyqtar dhe prokuror të shkarkuar për lidhje me krimin dhe pasurim, që le të kandidojnë për deputet dhe le t'i kemi në parlament. Shiko, a i gjyqtari dhe prokurori që thua ti, a i gjyqtari prokurori thua ti njeri, nuk është shkarkuar absolutisht, a i ka dhënë dorëheqje dhe nuk ka asë një vendim shkarkimi, dhe nuk ka të drejt fare kush që t'i thot është i lidhur, se s'ka një vendim gjykate i t'i thot ati e lidhur me krimin. Me krimin, kryetare gjykatës speciale ka dale lidhur, ka dale falsifikatore në Greqi, kryetare gjykatës speciale. E di qa do thot apo jo? Ajo ka dënuar njerëz ajo gjyqtare kur ajo ka mashtruar opinionin publik dhe ka kaluar vetingun. Kjo gjyqtare ka hetuar dhe ka gjykuar. Kjo që doli dje vendimi. E pra, kjo do të shqetësoni. Një sekundë, avokat, me qëse e njëri i ligjit, ta qartësojmë këtë punën e gjyqtares. Tani, a ka marrë një dokument nga ana autoriteteve greke i cili vërteton që nuk është dënuar? Ajo ka marrë një dokument i lirë, shiko që ka marrë, o i lirë. Prokurorisë Selanikut apo asaj të Atinës. Sepse unë jam në brendit të kërkesës. Tani jam unë në brendit të asaj kërkese. Ekziston një dokument që e ka paraqitur e Zoti Berisha. Ai dokument është marrë nga Selaniku apo nga Athina? O i lirë, shiko, nëse ti i kërkon shtetit grek, apo shtetit italian, apo shtetit gjerman, një i thua që shiko, kanë dënim penal apo jo, ai ty të thot që nuk ka. Por ti duhet ta kërkosh te vendi ku ti je ke patur problematikë. Jo, në Janin, pra ka dënuar qarku Janinës. Këta i kanë kërkuar, ka masa administrative nga gjyqtarë që Rena Gjoka, po normale që ata nuk kanë, jo, këta kanë bërë kërkesën kështu. Ta themu që kanë bërë se kanë parë vetë kërkesën, nuk është e pa them. Kanë parë kërkesën, kanë parë e përgjigjen e Greqisë. Jo dije, e kanë parë para një muaj. E kanë kërkuar, i kanë thënë, ka masa administrative nga shteti grek, nga gjyqtarës nga filan fisëkes, ata kanë thyer jo, se s'është masa administrative. Kërkesi është dërguar në Athinë, po thua. Në Athinë, nuk i kanë kërkuar, ka vendim penal për këtë apo jo. Kaq. Këta i kanë kërkuar qësoj, të kërkoj unë të tatimet nëse unë kam probleme administrative apo jo. Unë do të shqo të drejtorie burgjeve për të marrë e gjyqësore. Jo të drejtorie tatimeve, jo të gjykate apelit administrativ. Sepse atje normalisht nuk kam. Dënimi penal kërkohet gjithmonë në vendin ku ti ke patur problemin. Ka i shumë e thjesht pra. Po në Janin kush e bëri kërkesën atje te ka bëri një subjekt, mund ta bëj edhe ti, mund ta bëj edhe unë, s'ka asnjë problem. E ka bërë Fredi Beleri, që është njeriu i arrestuar, që është dënuar nga kjo gjyqtare. Po s'ka asnjë rëndësi statusi. E ka bërë si eurodeputet, i jepet e drejta me merë atë, ju tani do të merrni te forma, merruni me forma, do të flas për përbajtje. Derisa fole për gjyqtaren, unë kam detyrimin që ta shiko, unë këtë e dia. Unë këtë gjyqtar, njëja se ka qenë në fierë, një fëmijë, nuk është se unë nuk e dia këtë gjë.
Ardit, si që ndronë e vërteta e kësaj historie? Unë nuk e ka monopolet vërtetës. Jo, ti e gazetar, ti e ke informacionin e dur. Në djenin time, historia është kështu. Si? Zonja ka mbajtur 3 mbiemra, që këta e keq përdorin edhe e barazojnë sigurisht si këto kriminelët që bredi me 2-3 emra dhe kjo tani ka ndruar mbiemrin Kastile. Duhet kuptojmë që në rastin e një gruaje, mund të ketë shumë arsye pse mund të ketë mbajtur dhe 3 dhe 30 dhe 40 mbiemra. E dyta, duhet, pra, mund të jetë një çështje personale fjala atje, divorce, historia të tilla. Qartë. Së dyti, e kalojmë këtë pjesë. Është ka vendim apo jo dëbimi penal, kaq a falsifikim. jam e dënuar unë këtu në Athinë. Nuk është drejtuar a jam dënuar unë këtu në Athinë, është drejtuar arkivës, pra, gjykatës dhe quhet dhoma e hetimit veçantë, departamenti i hetimit veçantë. Departamenti i hetimit veçantë. Kjo çka thot avokati si është drejtuar? Ta them unë si është drejtuar, se Ardit e di unë si është drejtuar, se unë kam bërë kërkesën ministrisë asaja, çai thon, prokurorisë përgjithshme. Të lutem tani. Nuk ka rëndësi se kush gjykate ka dënuar, si e ka dënuar. Zonja akuzohet nga opozita se ka kaluar kufirin me zonja është ka vendi formës prero, çfarë zonja. Dhe kur është kapur dhe kur është diktuar nga policia se pasaporta pas ka qenë falsifikuar, atëherë është hapur procesin Janin. Të dhënat për një njeri që kalon kufirin me pasaport falsifikuar dhe që dënohet me punë dhe pastaj konvertohet në gjop, ekziston që në kufi, nuk ka nevojë të drejtohesh as kujti. Që kur ajo duket e kalon më kufirin apo se kalon dot më kufirin. Pra, që këtu mbaron kjo çështja. Jo, nuk mbaron këtu, jo Ardit, nuk mbaron këtu, se ju doni ta bëni soft, nuk mbaron këtu kjo histori, Ardit, nuk mbaron këtu, se mos e bëni soft historinë, se nuk është aq soft ajo sa doni ju ta bëni. Nuk e prova që bëhet fjalë për një. Jo, ju e bëni shumë të bukur, e folklorizoni, e bëni shumë kaq sa më shumë. Që është e njëjta Irena Gjoka, nuk ke prova ti. Se Irena Gjoka në Shqipëri mund të jetë 40. Po si orë Irena ka si orë s'ka prova. Zonja vet është drejtuar me numër personal ID-je dhe i thot ky numër i pasaportit. A ka bërë prokuror, ka qenë avokatit grek. O zotri, o Ardit, ka bërë prokurja, ka qenë avokatit grek. O Ardit, ka bërë prokur në Fier, te noteri XY, që ne